Kampi zyrtar i futbollit Barça Akademi po vjen në Prishtinë dhe do të hapet me 26 maj. I gjithë organizimi pritet të sjellë një eksperiencë unike për fëmijët e apasionuar pas futbollit. Ky kamp synon jo vetëm zhvillimin teknik të pjesëmarrësve përmes metodologjisë së njohur të FC Barcelonës, por edhe identifikimin e talenteve të rinj nga Kosova. Aty pritet të marrin pjesë 300 fëmijë dhe se interesimi është i jashtëzakonshëm. Ka interesim të jashtëzakonshëm, është kamp tamam zyrtar, është kamp, domethënë se zakonisht kampet të ndryshme vazhdimisht ndodhin, organizohen nga klube të ndryshme, por ky është kamp zyrtar. Me një çmim pjesëmarrjeje prej 395 eurosh, kampi garanton një nivel të lartë profesionalizmi, përfshirë trajner nga vetë Barcelona. Lojtari më i mirë i kampit do të ketë mundësinë që të stërvitet në akademinë prestigjioze La Masia. Lojtari i parë që përzgjedhet ai shkon direkt në akademi, edhe stërvitet, edhe luan lojë miqësore me fëmijët e akademisë, domethënë me grup moshën e vet. Kjo ngjarje përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt afirmimit të talenteve të rinj kosovar në arenën ndërkombëtare. Kampet e tilla organizohen veç për me përcjell metodologjinë e Barçës, me pas sa ka talent, edhe me pas parafërsisht një përshtypje sa pritet pi Kosovës që në të ardhmen me qenë pjesë e akademisë ose pjesë e Barcelonës. Ndryshe në edicionin e kaluar, mbi 300 fëmijë morën pjesë në kampin e organizuar në Kosovë.